Shfuqizimi I qeverisë teknike kaloi filtrin e parë në kuvend. Opozita kundërshton Filip që kërkon konsensus. Ligji për arsim të lartë kaloi në qeveri. Zëvendës kryeministri tha se janë përfshirë bërejtjet e universiteteve shqiptare. Reagon BDI. LSDM akuzon Vëmëron se ka angazhuar kompaninë private izraelite të inteligjencës Black Cube për të monitoruar opozitën. Analiza e Qendrës për Studime Strategjike tregon se ushtria amerikane I ka shterur rezervat e raketave gjatë luftës kundër Iranit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Kuvendi miratoi me 67 vota pro dhe 13 kundër e asnjë abstenim nevojën për procedurë të shkurtuar të propozim ligjit për ndryshimin e ligjit për qeverinë. Me këtë, ligji kaloi fazën e parë parlamentare. Me ndryshimet synohet heqja e modelit të qeverisë kalimtare teknike dhe krijimi në zgjidhje të re ligjore. Propozimligji për qeveri me cilin e ekzekutivi synon shfuqizim të qeverisë teknike ka kaluar sot filtrin e parë të procedurave parlamentare. Shumica parlamentare në seancën e sotme votoi me procedurë të shkurtuar nevojën për miratimin e ndryshimeve të propozuara nga Ministria e Administratës Publike. Zëvendës Ministri I Administratës Laze Jakimovski në elaborimin e propozimit para deputetëve tha se me këtë zgjidhje ligjore krijohen kushte për eliminimin e arsyeve objektive për të cilat ishte vendosur modeli I qeverisë teknike. Ai më tej tha se propozimligji ka për qëllim të sigurojë stabilitet, siguri juridike dhe mbrojtje të interesit publik të qytetarëve. Për shkak të nevojës për përdorim racional dhe të përgjegjshëm të financave publike, forcimin e stabilitetit institucional dhe sigurimin e legjitimitetit të plot demokratik të qeverisë, si bartëse e pushtetit ekzekutive zgjedhur nga kuvendi, me këtë propozimligj vendoset një kornizë e qartë dhe e zbatueshme juridike, e cila do të garantojë zgjedhje të drejta dhe transparente përmes institucioneve të themeluara me kushtetutë dhe ligje, si dhe do të eliminojë zgjidhjet e përkohshme të vendosura me marrëveshje politike në të kaluarën. Deputeti I LSDM-s Oliver Spasovski tha se miratimi I këtij propozimligji me procedurë të shkurtuar është në kundërshtim me parimet e vendosura dhe agjendën reformuese. Ai bëri thirrje për rikthim të dialogut dhe konsensusit brenda kuvendit me qëllim që të ruhet modeli I dakurduar. Ligji për qeveri është pjesë e listës së ligjeve për agjendën reformuese, me atë që sot po dëshironi të sillni ligj për qeveri me procedurë të shkurtuar, në vend se me procedurë të rregullt, nuk do të mund të plotësojmë ato kritere për agjendën reformuese, sepse agjenda reformuese parasheh një qasje sistematike dhe të thelluar. Është e nevojshme të kthehemi te formati përmes të cilit është miratuar kjo zgjidhje ligjore me konsenzus dhe dialog ndërmjet partive politike. Ndërkaq, deputeti I VMRO DPMN-s Nikola Micevski tha se pushteti tentoi të arrijë konsensus gjatë takimit të liderëve në lidhje me këtë çështje, por opozita ka qenë ajo që ka ndryshuar qëndrim. Ai tha se qeveria teknike është zgjidhje vjetërsuar, ndërsa sqaroi se ndryshimet e reja ligjore do të vlen jo nga zgjedhjet e ardhshme, por nga zgjedhjet pas asaj. Do të ketë kohë të mjaftueshme që të dorëzohen amandamente, të diskutohet për çdo amandament në veçanti dhe më pas të vihet në votim kjo zgjidhje ligjore. Nëse dëshironi të impononi perceptim se jemi në vitin 2016 dhe se duhet të ulemi sërish diku për të shqyrtuar këtë zgjidhje ligjore, provuam të organizojmë një takim të liderëve. Për këtë I nderoni qëndrimet në mënyrë të çuditshme, prej asaj se duhet të shfuqizojë qeveria teknike në atë se duhet të votohet sërish. Qeveria teknike doli nga marrëveshja e përzhinës e vitit 2015 si përgjigje ndaj krizës së atëhershme politike dhe mosbesimit në procesin zgjedhor. Modeli parashikonte që 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare të formohej një qeveri kalimtare me kryeministër të propozuar nga pushteti, por edhe me ministra nga opozita në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, si dhe zëvendës ministra shtesë në disa resor.
Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe tha se shumica parlamentare tenton përmes kontrabandimit të shfuqizojë ligjin për qeveri teknike. Ai theksoi se qeveria teknike është miratuar me konsensus dhe mund të shfuqizohet vetëm me konsensus. Kundër shfuqizimit është edhe BDI, e cila vlerëson se shfuqizimi duhet të bëhet me ndërmjetësim ndërkombëtar, ndërsa vlerëson se deklaratat e BDI-s janë hipokrizi. Kërkesa e shumicës parlamentare e cila mori drejtëqeshile edhe në kuvent për shfuqizim të ligjit për qeveri teknike ka ngjallur debat të gjerë në kuvent dhe jashtë tij. Kreu i opozitës Venko Filipçe ka deklaruar se shumica parlamentare tenton përmes kontrabandimit të shfuqizojë ligjin për qeveri teknike. Sipas Filipçes, ky veprim i qeverisë udhëhequr nga VMRO-ja është jo transparent dhe në kundërshtim me konsensusin e deritanishëm politik dhe standardet demokratike. Qeveria teknike është marrëveshje ndërpartijake e 4 partive më të mëdha dhe është miratuar me konsensus. Vetëm me konsensus mund të edhe të shfuqizohet, edhe pse për ciklin e ardhshëm zgjedhor, qeveria teknike mbetet përsëri në mënyrë të fshehtë të propozohet dhe synohet të miratohet një ndryshim, sipas të cilit ministrat teknik nuk do të mund të emërojnë këshilltarët e tyre të veçantë, por do të mund të zgjedhin vetëm nga radhët e këshilltarëve ekzistues. Kundër shfuqizimit është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Deputetja Arbana Pasholli tha se qeveria teknike në fuqi erdhi pas një krize me marrëveshje ndërkombëtare dhe një ashtu duhet edhe të shfuqizohet. Që kjo shumicë parlamentare të gjitha propozim ligjet të cilat janë me rëndësi etike, po i vendos në procedurë të shkurtuar, edhe e dyta mendojmë se ai takon ligjit për qeverinë që diçka që është arritur me marrëveshje politike dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar do duhet të zhbohet po në të njëjtën formë me marrëveshje politike dhe me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. BDI-si reaguan nga Vlen. Deputetja Saranda Imeri Stafaj tha se reagimi i BDI-s është hipokrizi dhe tentim për të shtrembëruar realitetin politik. Sipas saj, qeveria teknike nuk ishte standard demokratik që sot duhet të mbrohet, por një zgjidhje emergjente e imponuar që lindi nga një krizë thellë politike e krijuar nga skandalet e BDI-s dhe ish regjimit të Gruevskit. Sot BDI përpiqet të paraqesë atë si arritje që duhet mbrojtur, duke fshehur faktin se vet ishte pjesë e problemit që e bëri të nevojshme një zgjedhje të tillë. Madje në vitin 2023, po e njëjta BDI ka dhënë miratim për heqjen e qeverisë teknike. Andaj lind pyetja e drejtë për drejtë. A u konsultua BDI-ja me ndërkombëtarët kur kërkoi heqjen e qeverisë teknike në vitin 2023? Ndryshe, sot deputetët me shumicë votash e futën në procedurë parlamentare kërkesën e shumicës për shfuqizim të qeverisë teknike dhe e njëjta pritet që të kaloj filtrat e komisioneve, që më pastaj të vijë për miratim përfundimtar në seancë plenare. Propozimi është që edhe zgjedhjet e ardhshme të ketë qeveri teknike, por me njëherë pas saj e njëjta të shfuqizohet. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se ligji për arsim të lartë që u miratua në qeveri ka përfshirë të gjitha vërejtjet e universiteteve shqiptare. Ndërsa deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli tha se nuk do ta mbështesin këtë ligj, pasi ai ka probleme serioze. Ashtu siç ishte paralajmëruar, ligji për arsimin e lartë është miratuar në qeveri. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se ligji është miratuar në versionin final, duke përfshirë të gjitha sugjerimet e universiteteve shqiptare, ndërsa theksoi se asnjë i punësuar nuk do të largohet nga puna. Ky ligj, sipas Salit, ka qenë shumë i nevojshëm për të miratuar për arsye se, siç tha, nga viti 2018, sistemi arsimor ka hasur në disa vështirësi në funksionim dhe nuk ka reflektuar për nevojët reale të qytetarëve për arsim të lartë cilësor. Kemi arritur suksesin që të kemi në ligj të rafinuar mirë dhe e cila do të përgjigjet gjitha nevojave të arsimit të lartë në periudhën e ardhshme. Aty nuk kupton marrëveshjen ose një pikë e rëndësishme e cila ka qenë si shqetësim të punonjësit akademik, heqja e H-indeksit, e cila do të ishte në të kaluarën si kriter bazë për zgjedhjet akademike apo avansimet akademike. Tani nuk do të jetë ajo, po do të jetë e drejtë e universiteteve brenda për raste të caktuara kur ka 2 ose më tepër kandidat, H-faktori të jetë një nga faktorët vendimmarrës. Ndërkaq, kështu nuk mendon opozita. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli ka kritikuar koalicionin Vlen, duke thënë se ata i ka kapur euforia e rrjeteve sociale
ndërsa tha se këtë ligj nuk do ta mbështesin. Mendoj që është një eufori të cilën ato po e bëjnë jehon në përjetët sociale. Mendoj që arritja për ta mënjanuar age indeksin është vetëm një, le të themi, një shkas për të tërhequr vëmendja nga problemet serioze të këtij propozim ligji, që kanë kryesisht të bëjnë si me autonominë financiare, gjithashtu edhe me centralizimin e vendimarrjes. Kujtojmë se projekt ligji për arsimin e lartë i cili pritet të zëvendësoj ligjin aktual është prezantuar më 6 shkurt të këtij viti, ndërkohë disa nga arisitë e propozuara shkaktuan reagimin në komunitetin akademik dhe nga partitë opozitare, të cilat kërkuan tërheqjen e tij. Edhe sindikata e pavarur akademike kërkon tërheqjen e ligjit. Sipas tyre, Ministri i Arsimit nuk i ka pranuar shumicën e vërejtjeve që kanë pas ata. Edhe pse projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk parasheh masa ndëshkuese, zëvendës kryeministri Bekim Sali siguron se ai do të zbatohet në praktik. Garantues për zbatimin e këtij ligji jemi ne. Ligji për përfaqësim adekuat do të respektohet dhe do të zbatohet në administratën shtetërore, tha Sali. I pyetur mbi mungesën e sanksioneve dhe efektin që kjo mund të ketë në garantimin e përfaqësimit të drejtë, Sali theksoi se përgjegjësia bie mbi institucionet shtetërore, konkretisht mbi qeverinë. Garantues për këtë jemi ne, domethënë se ligji do të respektohet dhe përfaqësimi i drejtë të adekuat do të implementohet në sistemin administrativ të këtij shteti. Natyrisht ligji parashef formimin ose krijimin e akteve nënligjore me të cilat nëse në raste të nevojës do të mund të miratohen dhe mbas asaj të veprohet në të ardhmen. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se situata me Fakultetin Filozofik është shumë e ndërlikuar, por nëse shfuqizohet regjistrimi, do të shfuqizohen edhe diplomat. Gjatë kontrollit, Inspektorati i Arsimit konstatoi parregullsi gjatë regjistrimit të studentëve në studimet master dhe doktoratur dhe solli vendim për ndërprerje të studimeve. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska sot deklaroi se situata me Fakultetin Filozofik është shumë e ndërlikuar dhe se ajo nuk është kompetente të tregojë nëse dikush do të mbajë përgjegjësi. E pyetur nëse do të shfuqizohen diplomat dhe masteret, ajo tha se ende e pret raportin, por nëse shfuqizohet regjistrimi, vijon edhe shfuqizimi i diplomave. Për këtë ekzistojnë institucione tjera në vend. Shpresoj se ajo procedurë do të rrjedhë ashtu siç duhet. Do doja të besoj se ky është një rast i izoluar edhe se nuk është bërë në mënyrë tendencioze, por pikërisht për shkak të kësaj institucionet e tjera do ta thonë fjalën dhe si do të vërtetojnë ata, ashtu edhe do të jetë. Udhëheqësia e Fakultetit Filozofike pranë Universitetit e Shën Kirilli dhe Metodi të martë njoftoi se 7 studentëve në studimet master dhe 4 në studime universitare në Fakultetin Filozofik pranë USHCM Shkup, studimet diplomike të cilëve ishin 3 vjeçare, u anuloi regjistrimi dhe statusi i studentit, gjithsesi u ndërpritët studimi. Ata theksuan se respektojnë dhe i zbatojnë konkluzionet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, i cili gjatë kryerjes së kontrollit ka konstatuar parregullsi gjatë regjistrimit të këtyre studentëve në studime master dhe doktoratur dhe ka marrë vendimin për ndërprerje të studimeve. Dekani i Fakultetit të Filozofisë, profesor Dr. Oliver Bakreski, tha se studentët nuk janë pa diplom, por se nuk po respektohet ligji, i cili përcakton që vetëm me studime akademike, por jo me studime profesionale, ata mund të vazhdojnë studimet në cikle më të larta. Në këtë rast, studimet profesionale trajtoheshin njësoj si ato akademike, gjë që u lejonte studentëve të regjistrohen në studimet të ciklit të dytë dhe të tretë, megjithse kjo nuk vlen për këtë lloj studime sipas ligjit ende në fuqi nga viti 2018. Studenti i parë i studimeve pas universitare me studime 3 vjeçare diplomike është regjistruar në vitin 2019, deri më tani nuk ka doktoruar asnjë, ndërsa kanë magjistruar 8 persona në studime universitare 1 vjeçare. Partia në pushtet ka rikthyer në kuvend propozimin që ndalon deputetëve të kenë më shumë se një shtetësi. Sipas VMRO-s, ky ligj nuk arriti të kalojë në vitin 2021, bëhet me qëllim të mbrojtjes së interesave kombëtare. Ndërkaq nga Partia Liberal Demokrate kërkojnë që përveç ndryshimeve në ligjin për deputetët, të ndryshohen edhe ligje që rregullojnë zgjedhjen e të gjithë funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar.
Ndonë se në vitin 2021 nuk kaloi VMRO DPMN-ja e ka risjell në kuvend propozimin që deputetët të mos kenë të drejtë të kenë dy shtetësi. Deputetja e shumicës parlamentare nga radhët e VMRO DPMN-s Dragana Bojkovska tha se ky ligj si propozim vjen me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare nga ana e të zgjedhurve të popullit. Vlerësojmë tek pjesa, një deputet, një shtetas është i drejtë. Shpresojmë të arrim konsensus me të gjerë nga ana e deputetëve. Para se gjithash, duhet jemi përgjegjës sepse jemi të zgjedhurit e popullit, mbrojtja e interesave kombëtare të një shteti dhe pikërisht për atë propozuam këtë model dhe që i njëjti të jetë përsëri para deputetëve. Ligjin në fjalë nuk e mbështesin nga BDI-ja, deputetja nga radhët e opozitës Arbana Pasholli akuzon shumicën se të gjitha ligjet me rëndësi i procesuan me procedurë të shkurtuar. Ndërkaq nga Partia Liberal Demokrate kërkojnë që përveç ndryshimeve në ligjin për deputetët të ndryshohen edhe ligjet që rregullojnë zgjidhjen e të gjithë funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Një rregull të vlej për të gjithë. Mjaft më me dyftësi dhe standarde të dyfishta. Kriteret dhe ligjet duhet të vlejnë për të gjithë më njëherë dhe pa vonesa. Deputetët, ministrat, drejtorët, prokurorët publike dhe gjyqtarët nuk duhet të kenë shtetësi të dyfisht dhe kjo duhet të vlejë si për ata aktual, ashtu edhe për ata të ardhshmit, pa asnjë shtyrje. Kujtojmë se BDI-ja edhe në vitin 2021 kur për herë të parë VMRO e kishte dorëzuar në kuvend këtë propozim ligj, e kishte kundërshtuar dhe nuk e kishte miratuar. LSDM po akuzon VMRO-n se ka angazhuar kompaninë private izraelite të inteligjencës Black Cube për të monitoruar opozitën dhe për të sajuar afera. Sipas partisë opozitare, kjo është shumë e ngjashme me operacionet të realizuara më herët, kur në Hungari, kryeministrit në ardhje ju vendosën kamera në dhomën e gjumit, si dhe në Sloveni, ku survejua edhe ish kryeministri Janosh Jansha. VMRO dhe grupi i krimit të organizuar dhe mediat e tyre propagandistike po vazhdojnë përsëri me të njëjtën histori të sëmur dhe të rreme, duke pretenduar se sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandar Sasha Dimitrijevic, është takuar me Ruzhiqin dhe se LSDM po punon me opozitën serbe. Kështu thon nga partia opozitare LSDM sa u përket akuzave të VMRO-s se LSDM po bashkëpunon me opozitën serbe. Sipas tyre, e vetmja e vërtet është se Sasha Dimitrijevic ishte në funeralin e gjyshit të tij. Nga LSDM thonë se nuk ka një takim të tillë dhe se në fund të fundit Dimitrijevic e mohoi qartë dhe pa më dyshje të gjithë skandalin e sajuar dhe deklaroi se nuk i kishte parë dhe as nuk i kishte njohur Ruzhiqin dhe Bashanovicin. Sipas LSDM-s, ata po bëjnë një aferë të re nga pikëllimi njerëzor dhe një moment familjar, duke e cilësuar këtë si një shembull klasik të një fushate të sëmur dhe të paturpshme të udhëhequr nga VMRO. Kjo është pjesë e operacionet me Black Cube, Mossad privat që Mickoski dhe një grup kriminal punësuan për të monitoruar opozitën dhe për të sajuar afera. Sa shumë i mungon morali kësaj organizate, u pa në Hungari dhe Sloveni. Në Hungari ata madje hynë në dhomën e gjumit të kryeministrit në ardhje Peter Magjar dhe vendosën kamera për të bërë regjistrime private dhe për të krijuar një skandal. Tutje ata thonë se edhe në Sloveni ata bën të njëjtën gjë për ish kryeministrin Janosh Jansha, ku regjistruan fshehurazi opozitën dhe më pas media shkroi për aferat. Nga ku kjo kompani erdhi edhe në Sloveni edhe në Maqedoni, direkt përmes Orbanit, ish kryeministrit të Hungarisë, i cili tani vet po përballet me hetime serioze për krim dhe korrupsion. Nga LSDM shtuan se ata po e shndërrojnë një funeral në një takim sekret me SPS-n, partinë që është partneri më i ngushtë i koalicionit të Partisë Progresiste të Serbisë, të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ata thonë se ashtu si kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë e quan Vučićin vëlla, ashtu edhe Mickoski konsideron Orbanin dhe Vučićin vëllezërit e tij. Sipas LSDM-s, qytetarët e shohin qartë kur VMRO mbetet pa argumente, kur bien me 150.000 vota dhe kur janë në rënje të lirë. Ndaj që sipas LSDM-s, e vetmja gjë që u mbetet është të sajojnë afera të rreme edhe nga funeralet. Ndërkohë, VMRO-ja dhe sot ka lëshuar akuza ndaj LSDM-s. Partia në pushtet thekson se pasi nuk kishte një mohim nga sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Aleksandar Sasha Dimitrijevic në lidhje me takimin që u zhvillua në Shkup, sot po zbulojnë lojtarin e dy të rëndësishëm në të gjithë këtë lojë.
Po flasim për Jovan Ratković, i cili sipas informacioneve të disponueshme publikisht e dim se është sekretari ndërkombëtar dhe antari i presidencës së Partisë Social-Demokrate në Serbi, e cila përndryshe është pjesë e Partisë së Socialistëve Europian, në të cilën LSD-ja maqedonase e Zaevit është gjithashtu antare. Sipas udhëzimeve dhe direktiveve të qarta nga Bashanović dhe Zaev, trojka i përbërë nga Branko Ruzić, Jovan Ratković dhe Aleksandr Sasha Dimitrijević u takuan në një takim në Shkup, në të cilin u diskutuan veprimet e mëtejshme të këtij të ashoqëruar i front opozitar në Serbi, SDS, e udhëhequr nga nxënësi i Zaevit e Filipçe dhe ndihmësi i tij Dimitrijević, për fat të keq, po shkatrohen për shkak të bindjes ndaj udhëheqësit suprem Zaev, provë e së cilës është pritja e tij në fesën e ditëlindjes së SDS-s. Komandanti i KFOR-i General Major Oskan Ullutash thekson se situata e sigurisë në Kosovë aktualisht është stabile. Ai tha se në mandatin e tij të parë në krye të misionit të KFOR-it ndodhi menjëherë pas incidenteve serioze të sigurisë që u shënuan në veri të Kosovës në vitin 2023 dhe rritjes së mëvonshme të pranisë së KFOR-it në terren. Nuk kemi parë përsëritje të njëjtit nivel të dhunës, por ne mbetemi vigjilent dhe të përgatitur mirë. KFOR-i vazhdon të monitorojë situatën në mbar Kosovën për të siguruar ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në përputhje me mandatin ton afatgjat të bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, ka thënë ai, duke shtuar se edhe në veri të Kosovës situata është e qetë, por jo plotësisht e qëndrueshme. Garda revolucionare e Iranit ka sekuestruar 2 anije dhe i ka transferuar ato në Bregdetin e Iranit, duke deklaruar se prishja e rendit dhe sigurisë në ngushticën e Hormuzit konsiderohet një vije kuqe për Iranin. Ndërkohë të paktën 3 anije mallra që janë goditur nga të shtënat me armë në ngushticën e Hormuzit të mërkurën, ka njoftuar burime të sigurisë detare dhe operacione tregtare detare të Mbretërisë së Bashkuar, raporton Reuters. Irani ka vendosur kufizime për anije që përdorin ngushticën së pari në shenjë të hakmarrjes për bombardimin e vendit nga SHBA-ja dhe Izraeli dhe më pas si kundër përgjigje ndaj blokadës amerikane për portet iraniane. Presidenti i SHBA-s Donald Trump ka njoftuar një zgjatje të armëpushimit me Iranin, ndërsa vazhdon të bllokojë portet iraniane, derisa Teherani të paraqesë një propozim për bisedime dhe diskutime të përfundojnë në një mënyrë ose në një tjetër. Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare ka publikuar një analizë ku theksohet se ushtria amerikane ka shterur ndjeshëm rezervat e saj të raketave kryesore gjatë luftës kundër Iranit. Vlerësohet se rezervat e armëve kryesore amerikane tani janë të pamjaftueshme për një konflikt me një kundërshtar, pothuajse të barabartë siç është Kina. Ushtria amerikane ka shterur ndjeshëm rezervat e saj të raketave kryesore gjatë luftës kundër Iranit dhe mund të përballet me mungesa në një konflikt të ardhshëm. Raportoi të martën CNN gjatë luftës 7 javore, ushtria amerikane ka përdorur avërsisht 45% të raketave të saj precize sulmuese, të paktën gjysmën e interceptorëve të saj THAAD dhe gati 50% të raketave të saj të mbrojtjes ajrore Patriot, sipas një analize të re nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Këto shifra përputhen ngushtë me vlerësimet e klasifikuara të Pentagonit. Ushtria amerikane ka përdorur gjithashtu afërsisht 30% të raketave të saj Tomahawk, mbi 20% të raketave të saj të përbashkëta Air-Tok me rreze të gjatë veprimi dhe rreth 20% të raketave të saj SM-3 dhe SM-6, thekson raporti. Edhe pse Pentagoni nënshkroi kontrata më parë këtë vit për të rritur prodhimin e raketave, rimbushja e këtyre sistemeve do të zgjas ende 3 deri në 5 vjet, edhe me kapacitet të rritur. Në afat të shkurtër, SHBA-ja ka të ngjarë të mbajë municione të mjaftueshme për të mbështetur operacionet kundër Iranit, nëse armëpushimi brisht shembet. Megjithatë, rezervat e armëve kryesore tani janë të mjaftueshme për një konflikt me një kundërshtar pothuajse të barabartë si Kina, dhe rindërtimi i tyre në nivelet e para të luftës mund të zgjas me vite, vuri në dukje raporti.
Shpenzimet e larta për municione kanë krijuar dritaret e senueshmërisë në rritje në paqësorin perëndimor, tha për CNN Mark Sansian, kolonel në pension i Korpusit të Marinës Amerikane dhe një nga autorët e raportit të Qendrës së Studimeve Strategjike dhe Ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se industria e mbrojtjes e aleancës mund të mësojë shumë nga përvoja e Turqisë, duke përshkruar vendin si një shembull të një revolucioni në industrinë e mbrojtjes. Duke folur në selin e kompanisë turke të industrisë së mbrojtjes Aselsan, një nga kompanitë kryesore në këtë sektor në Turqi, Rutte ka thënë se shumë gjëra që sektori mund të mësojë nga ajo që ka arritur vendi, duke treguar përparimet e tij të shpejta në vitet e fundit. Ai theksoi se përshpejtimi i prodhimit industrial të mbrojtjes së bashku me inovacionin është prioritet kryesor për NATO-n, duke shtuar se të dyja çështjet do të jenë qendrore në samitin e aleancës në Ankara në muajin korrik. Shikues të nderuar, kjo është e gjitha për këtë edicion. Falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.